patjetër ky raport është bërë pjesë e analizës son për sa i përket krimeve zgjedhore, për sa i përket pjesës që lidhet me kompetencën tonë, po jo me pjesë të tjera që mund të jenë me institucione të tjera, po natyrë jo penale, por administrative. Por do të kuptojmë që raporti nuk është një provë në kuptimin e ligjit procedural penal. Ai raport në fundit është një opinion i vëzhguesve një institucioni që ka një opinion se si ka funksionuar procesi zgjedhor. Në këtë kuptim nuk mund të përdoret si provë në vetvete për të provuar një fakt penal. Por raporti nga ana jonë është një dokument shumë i vlefshëm që ne të kuptojmë se si është situata në teren, se kush janë rrisjet dhe kush janë fenomenet shqetësuese që janë të pranishme në periudhën zgjedhore dhe që ndikojnë zgjedhjet.